Rreshtit e shiut me intensitet të lartë gjatë së martës shkaktuan përmbytje të shtëpive edhe të institucioneve arsimore në Prishtinë. Mes lagjeve më të prekura është Hajvalia, ku kolektori i hapur doli nga shtrati duke rrezikuar kështu edhe shtëpinë e Fadil Mustafës, që gjendet pranë ujëmbledhësit. Për të parandaluar dëmët, ai vendosi zhavor të dera e shtëpisë e gjatë gjithë natës së bashku me zjarfiksit. Thotë se u mundua të pastroj shtratin e kolektorit në mënyrë që të përpinte ujin që rrezikante të hynte brenda shtëpisë. Kërë zollën të një këjshi e kom mori, kom qitu veç mësë me hinë mëna, mo këtu është të merë rizi është. Vjen ujtë për gjikotës, vjen ujtë për burgit në altë, me ujna zeza me ka kejtë që tu në katastrofi jem. Sot dim një është për vjen era, po verës të është katastrofë. Unë veç borna në mujtë, mas pokti 100 euro blej. Për antorë familjes që ke jeseve. Këtu nuk e di shka është problemi. Me konë që vinë, thujnë në do të me lëshu këtu hën krejt, e lëshujnë në dollë me dikon. Pas nuk thujnë që me dollë, je vinë në rejshme si vetë, je vinë si vetë që 25 vite që shtu është. Këtu është të merë, dhe njëre s'ka fulli këto. Shdo vërshime që bjenën, onë që shtu më do të mjesi zollin. I kumë lemru policien, policia më thonë të rroj silë, s'kën të rrë zjarfikset jenë ardhë. U mënun ato të vetën, këtu s'patën sen që ka bojnë dollën të ura, që aty e pat një urë të vëgël, ishte në ndë gypa, me që ta gypa e peshon në ujtë. Po ata shkretit s'kanë fajë se gjëna është. Këtu tha vlo, tha na mundësi, tha tjetër mundësi, tha s'kena, pos mjë morë, tha mjë shu, tha dikon. Se vlo, tha që në rrinit dhe 2, tha shma shumë ku. Po asha zëtin, tha nima jonë, tha gjëkja, tha se tjetër nim, tha nuk kena, tha shka i bojnë. Sipas tij me të njëjtin problem përballet sa herë ka vërshime. Qërejt, sta këtë jem hinë tek, ta në fët jem hinë kanalizim, po duket, vetë jem hinë e kom pastru, ja kom qelë gjithë farë ullë. Po ta s'po dhja s'ka me fullës. O të ura vetë keni shku me? Vetë. Po shta zëtin vetë jem shku si që po mbin durët edhe kom të kruan, po s'po gozesin gjak i qeli, pe i ujnë o zeza. Këto është të merë rizia këta. U hi pak në mëna, po dje s'ka bo dëmë se që kjo këjshia e di për njërëm, ta që tja thashtë da zollë. Ja kom qitë zollën, e ka ndërprej, nuk e kalon me dëpërtu me hi mëna. Se shdo vjetë ujtë mëna më hinë. Mës po këti 3 masinat ljomës, i kom bleje, edhe kom bo ankesa. Jo s'kemi që ka me bo, komune i ko këto fojet ndurë. Edhe njeri i gjollë prasysh neve nuk në mërë. Përmbytje u shkaktuan edhe në shkollën e lagjes Afrim Gashi, e që me ndihmën e organeve kompetente, uji u largua në orët e vona të së martës. Kolektori i Hajvalis ka 2 vjet që ka filluar të ndërtohet, mirë po ende nuk ka përfunduar. Drejtori për investime kapitale në komunën e Prishtinës u shpreh se arsye për këtë janë problemet pronësore dhe mungesa e buxhetit. Kontrata për ndërtimin e kolektorit është e nënshkruar, megjithatë në pamundësi të trajtimit të disa çështjeve pronësore dhe për arsye financiare. Punimet nuk kemi mundur t'i vazhdojmë aktualisht. Shpresoj se deri në pranverë të zgjidhen çështjet e nevojshme që t'i rifillojmë punimet. Përmbytje pati edhe në shtëpinë e Ardian Krasniqit, në lagjen Kodra e Trimave, i cili ankohet se autoritetet nuk kanë ndërmarrë masat e duhura paraprake. Gjendja po shihet vetë statike, gjendja reale qysh është, pe 2023-s komuna e Prishtinës nuk ka marrë asnjë sen. Problema i madh se këtu bllokuhet kanalizimi. E tani neve da kena probleme me shtëpiat e tona që na vjen kanalizimi mrena, që ka është era tek qia. Banoru ankua se autoritetet e komunës nuk ju përgjigjen as thirrjeve të tij për ndihmë në ditën e vërshimeve. Pej orës 7:30 komunën e kena thirrë, për fat keq asnjë zyrtar i komunës Prishtinës nuk ka qenë në vendin e ngjarjes.
Nga drejtoria për shërbime publike, Afrim Gashi thosë se këtu është një situatë e vështirë, pasi nuk po arrin të zhbllokojnë pusetat, pasi ato janë mbuluar me dhe. Mirëmbajtja e pusetave bëhet rregullisht dhe vazhdimisht. Mirë, po problemin e kemi për rrugëve magjistrale që na vjen uji, domethënë na vjen pe rrethit i Smetit, dhe bëhet shkarkimi te tunelit, domethënë te stacioni autobusëve. Ata nuk i kanë të pastruar me grilat, domethënë janë të gjitha të mbushura. Përveç kësaj, domethënë ditën e sotme që kemi dhënë terren, e kemi pas që ka shpërthyer dhe kanalizimi të ambasadës amerikane. Kështu që na kemi shkuar dhe i kemi informuar ata që kanë probleme me kanalizim, ata meten me intervenu. Kjo e ka vështirësuar më shumë këtë problematikë. Nga vërshimet u përmbytën edhe rrugët kryesore të Prishtinës, si ajo në Lakrisht e afër stacionit të autobuseve. Por kjo sipas Gashit po ndodh për shkak të mosmirëmbajtjes së pusetave në rrugët magjistrale. Me atë rast jemi të informuar ka herë, domethënë atje është që janë probleme të grumbullume, e di që operatorët privat apo dikush ose ndoshta edhe me lejen e banorëve sigurisht kanë mbush proskën me dhë. Kështu që kanalizimi jonë është i bllokuar deri për shkak të atyre problemeve. Atje do të një ndërhyrje pak më e madhe, infrastruktura ka qenë 2-3 herë gjatë verës, janë munduar me intervenu me bë zgjidhje, po thellësia ka qenë shumë e madhe kanalizimit. Kështu që edhe ka qenë, domethënë, dheu ka qenë shumë me ujë dhe s'kan mujtë edhe me arrit qëllimet për me intervenu sado. Ndryshe, komuna e Prishtinës nuk ka një kontratë aktive për mirëmbajtjen e pusetave.